Dita botërore e sigurisë ushqimore është përkujtuar në Universitetin Fanoli të Korçës nëpërmjet një konference studentore dhe alumni të titulluar Nga auditorët drejt tregut të punës. Ka qenë një takim që synonte të krijonte ura bashkëpunimi ndërmjet studentëve aktual dhe alumnit të Fakultetit të Bujqësisë. Sipas përgjegjëses së Departamentit të Agroushqimit, Sultan Ajçe, për shkak të rritjes së konkurrencës në treg, ka sipërmarrës të cilët po ndërgjegjësohen, duke rritur sigurinë ushqimore për konsumatorin nëpërmjet modernizimit të linjave të prodhimit. Duke qenë se konkurenca në treg rritet, ne kemi jo vetëm sipërmarrës të cilët po ndërgjegjësohen dhe në kuadër të kësaj po modernizojnë linjat e prodhimit të ushqimeve, por edhe po punohet nga institucionet ka një reflektim pra të politikave qeveritare në kuadër të arritjes së standardeve të sigurisë ushqimore për produktet që i serviren konsumatorit në të gjithë zinxhirin e prodhimit ushqimor. Nga ferma në tavolinë. Edhe universiteti ka një rol kyç, pra në përmirësimin e kurikulave, teknologji ushqimore, master profesional cilësia dhe siguria ushqimore, duke përgatitur specialistët të cilët jenë të aftë, të implementojnë këto sisteme cilësie dhe siguria ushqimore për të qenë menaxher cilësie, por edhe inspektor, pra në këto institucione të kontrollit ushqimor. Kanë marrë pjesë në këtë konferencë student, pedagog, alumni dhe të tjerë të interesuar për të kontribuar në këtë dialog mbi zhvillimin akademik dhe profesional.